Ndërsa jemi në ditët e fundit të vitit, shqetësimet për mungesën e bonusit të fundvitit për personat me aftësi të kufizuara vijojnë të shtohen. Kujtim Shelnishta, një i moshuar invalid, ka ngritur shqetësimin se ende nuk ka përfituar bonusin e premtuar nga qeveria, pavarësisht njoftimeve zyrtare nga Ministria Përkatëse. Shelnishta tregon se prej ditës shkon çdo ditë pranë postës për të interesuar mbi shpërblimin e fundvitit, por sipas tij nuk ka marrë asnjë përgjigje konkrete apo sqarim mbi vonecën. E ka dhënë qysh me ne fillojnë shpërblimet më da. Shkojmë të posta dvesim, thonë zdim gjanë, shkojmë bashki dvesim, thonë zdim gjanë. Ta dhënë e ka më mirë me i dhënë invalidëve me lekt bonusin se me jaunan. Çdo ditë ka marrë se këna nevojë me u interesua. I moshuari thekson se bonusi i fundvitit është i domosdoshëm për të, pasi ai jeton vetëm me një pagesë mujore prej 110.000 lekësh të vjetra, një shumë që e bën tepër të vështirë për ballimin e shpenzimeve bazë të jetesës, veçanërisht në prag të festave. Me 110.000 lekë në muaj, ç'a me bë? E shtirë për të tonë. E me najnale edhe që ata tërë për faqezez për të. Po ta e këna pas nevojshëm gjithë herë me najnim. Po ta shkure për kërëministri, pse si japin këta, ka i hjekun për gjepet vetë. Po se si janë shmimet e larta më i mutër, janë shmimet e larta sa në tonë Evropë nuk janë shmimet si që tu. 52 vjeçari i bën thirrje institucioneve përgjegjëse që të mundësojnë shpërndarjen e bonusit në mënyrë që personat me aftësi të kufizuara të mos ndihen të harruar në prag të festave të fundvitit. Na kërkojmë drejtën tonë. Tonë kanë marrë shpërblimet, pensionistat e tonë dinin malet. Thyrja me është të menojnë për popullet, menojnë për... Jo me menua me lyë stola në për Shkodër e menua lule. Këshilli i Ministrave miratoi bonusin e fundvitit për 150.000 lekësh për familjet në nevojë dhe invalidët. Megjithatë, ndërsa kanë mbetur edhe 2 ditë deri në ndërimin e viteve, bonusi i fundvitit për këtë kategori ende nuk është shpërndar, duke shkaktuar pakënaqësi tek përfituesit.